Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se ka rënë dakord të pezullojë bombardimet dhe sulmet ndaj Iranit për një periudhë 2 javore. Njoftimi është bërë përmes një postimi në rrjetin e tij social, ku Trump thekson se vendimi vjen pas bisedimeve me drejtuesit e Pakistanit, kryeministrin Shehbaz Sharif dhe shefin e ushtrisë Asim Munir. Sipas tij, kërkesa për pezullimin e sulmeve është bërë nga pala pakistaneze, e cila ka ndërmjetësuar mes Washingtonit dhe Teheranit dhe ka propozuar një armpushim 2 javor. Trump deklaron se pezullimi i sulmeve do të zbatohet me kusht që Irani të pranojë rihapjen e plotë, të menjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit. Ai e cilëson këtë zhvillim si një armpushim të dyanshëm, duke theksuar se masa synon krijimin e hapësirës për finalizimin e një marrëveshjeje më të gjerë. Në deklaratën e tij, presidenti amerikan shprehet se Shtetet e Bashkuara kanë përmbushur dhe tejkaluar objektivat ushtarake dhe se negociatat për një marrëveshje afatgjatë paqe me Iranin janë në një fazë të avancuar. Trump bën të ditur gjithashtu se SBA ka marrë një propozim me 10 pika nga Irani, i cili sipas tij përbën një bazë të vlefshme për negociata. Në përfundim të deklaratës, Trump thekson se është një nder për të që një çështje afatgjatë si kjo të jetë pranë zgjidhjes dhe përmend gjithashtu rëndësinë e paqes në lindjen e mesme.